Klodi dhe Benita qëndrojnë së bashku në një moment qetësie brenda shtëpisë së Big Brother. Atmosfera duket e ngrohtë dhe e qetë, por emocionet midis tyre janë të thella dhe të dukshme për të gjithë që i ndjekin. Klodi i afrohet Benitës me një buzëqeshje të qetë dhe me shikim të dashur, duke treguar se ka një ndjesi të veçantë për të dhe se ai e vlerëson praninë e saj. Ai fillon të flasë me një ton të butë dhe të ngrohtë, duke i thënë Benitës se ajo është një vajzë e mirë. Fjalët e tij janë të sinqerta dhe mbushur me ndjenja, duke i dhënë rëndësi karakterit dhe cilësive të saj. Klodi nuk e ndalon tek fjalët, ai vazhdon të tregojë se e vlerëson sjelljen e saj, mënyrën se si sillet me të tjerët dhe respektin që ka për njerëzit rreth saj. Ndërsa biseda vazhdon, ai i jep një puthje të lehtë Benitës në faqe. Ky akt i vogël i afërsisë shpreh më shumë se fjalët, tregon ndjenja, afeksion dhe lumturi. Benita duket e gëzuar dhe e surprizuar njëkohësisht. Buzëqeshja e saj e bën situatën edhe më të ngrohtë dhe më emocionuese, duke krijuar një moment të veçantë që ndjehet i vërtetë dhe i dashur. Klodi e shikon Benitën në sy dhe vazhdon të flasë me një ton të qetë, duke treguar se është i lumtur që janë bashkë në këtë moment. Ai i thotë se ndjenjat që ka për të janë të sinqerta dhe se ai e vlerëson çdo moment që kalon pranë saj. Buzëqeshja e tij, shikimi i ngrohtë dhe prekja e dorës së Benitës bëjnë që atmosfera të duket intime dhe e mbushur me emocione. Benita i përgjigjet duke qeshur dhe duke treguar lumturinë e saj. Ajo ndjen siguri dhe kënaqësi nga pranimi dhe përkushtimi i Klodit, dhe kjo e bën të ndihet e veçantë dhe e dashur. Ndërsa flasin, ata ndajnë momente të qeta dhe të këndshme, ku biseda shkon nga temat e zakonshme të ndjenja dhe emocionet që kanë njëri për tjetrin. Në këtë moment, ata duket se harrojnë përrethin, sepse emocionet janë aq të forta dhe të sinqerta sa që çdo gjë tjetër duket e pavlerë. Klodi vazhdon të shprehë lumturinë dhe kënaqësinë që ndjen duke ëndruar pranë Benitës, duke e bërë këtë moment të zgjasë dhe të duket i rëndësishëm dhe dramatik. Biseda dhe ndjesitë e tyre vazhdojnë për disa minuta, me buzëqeshje, shikime dhe prekje të buta. Çdo fjalë e Klodit është e mbushur me ndjenja, dhe çdo reagim i Benitës tregon lumturinë dhe kënaqësinë e saj. Ky moment i ndarë, i qetë por i mbushur me emocion, krijon tension pozitiv dhe afërsi që mund të zgjasë për minuta të tëra. Në fund, Klodi qëndron pranë Benitës, duke treguar se ajo është e rëndësishme për të dhe se lumturia e tij lidhet me praninë e saj. Ky moment dramatik, i ngrohtë dhe i mbushur me dashuri, zgjasin për më shumë se 5 minuta, duke i dhënë video një intensitet emocional të fortë dhe të qëndrueshëm.